Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte përsëri kemi kontributorin e përhershëm të Xhiro me Syçin, Ben Andonin, dhe është me fat që ky emision ka Ben Andonin, që mund ta them padyshim është analisti më i saktë dhe më i besueshëm i medias shqiptare. Megjithëse nuk është mirë që ti jesh e tillë sot në Shqipëri, sepse në Shqipëri funksionohet me një sistem antivlerës dhe jo vlerësh. Ben, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjej. Po bët pak me tur për paraqitjen tuaj. Jo, Ben, unë nuk jam nga ato që e them fitim njeh që fëmijë. Nuk jam nga ato që e them fjalën kur ai nuk e them për e losh, por është e vërtet për mos thonë edhe pak më tepër që nuk do t'i them se janë tuja private. Kjo realiteti shqiptar, për ndryshe nuk do ishim kështu. Paktën këtë duhet ta pranojmë. Mos pranosh ti atë që thash unë për ju, po këtë do të pranojmë që ne funksionojmë në një sistem antivlerësh, apo jo? Po. Pak a shumë. Ben, jemi një situatë ku kemi pas përmbytje. Një situatë ku po kërkojnë për të arrestuar zyrtarët më të lartë, domethënë Ramës, njëri ka hik në emigrim, është largu, jo në emigrim, po është largu, është arratis. Tjetra pritet që të kalojnë në parlament për të heqë imunitetin për të arrestuar. Në anën tjetër kemi njerëz që janë të arrestuar, po janë akoma pa akuza, domethënë sipas shumë juristëve, ka shkelje procedurash dhe në fakt duhet ngrehet një akuzë para se të arrestohet i njeri, biles mund të kesh dhe akuzë dhe bota perëndimore nuk arreston, vazhdojnë gjyqjet. Pra, jemi në një konfuzion dhe një lëmsh politik juridik. Dhe social. Dhe social. Si do të shpjegoj këtë situatë dhe si do të dalim nga kjo situatë? Që jemi në një situatë krize të rëndë nuk diskutohet. Po nis nga përmbytjet dhe më vjen mirë që ju si qytetar shtroni së pari shqetësimin publik. Shqetësimi publik përpara se të shkojë tek pjesa juridike, shkon tek pjesa sociale ekonomike. Është ajo që siguron mbijetesën e njerëzit. Do nis një element duke nisur nga një premis private. Unë dikur në fillim të hershëm të viteve 90 kam punuar në Institutin Hidrometeorologjik. Ka qenë instituti kombëtar i cili kishte një database të dhënash, nuk do mbesoni, zoti Demaliej, që datonte që në fund të shekullit të 19. Domethënë njerëzit ka qenë instituti hidrometeorologjik, por kishte ke liçeni lart duket. Jo, ai ka qenë instituti që merresh me problemet e hidrocentraleve. Pa. Ndoshta mund ta shtronin ndonjëherë për arsye tim që pse u prish domun, pse duhet të prishet. Dhe me këtë database datonin që nga shekulli që në fund të shekullit të 19, sepse franceskanët dhe jezuitët kishin bërë matje në kuvendet e tyre, në seminaret e tyre, dhe kuptohet ata duke pasur formim perëndimor, ishin kujdesur shumë që element qytetërimi dhe të themi ato që kishin lidhje me shkencën, t'i afronin Shqipëri, kuptohet në forma minore, sepse ato ishin mundësitë. Dhe në institut ishte parashikuar një sistem i tillë, kishte dezhurn çdo ditë deri natë dhe që në momentin e parë që vrojtuesi i cili ishte në pikën kufitare ku vinte drini, sepse ju dini drini vjen jashtë territorit të dy drinat vjen jashtë, një nga Maqedonia, një nga Kosova. Me një raportohesh kuota dhe ti kishe një të dhënë atje që nëse kuota është kaq, kjo kuotë duhet të raportuar menjëherë në dëshurin e kryeministrisë, të cilët e përcjellin menjëherë të emergjenca dhe ishte një grup i tërë i cili vihesh në punë, por gjatë kësaj kohe, që në shtator-tetor, instituti që merresh me bonifikimet, kishte kontrolluar bonifikimet, kishte kontrolluar kanalet, ndërsa institucioni që merresh me digat kontrollonte argjinaturat, pendat dhe bllokimet e ndryshme. Shqipëria ka një hartë të tërë, në qoftë se do kishit një hartë të tillë fizike
hidrologjike të Shqipërisë, ku ka penda, ku ka diga, dhe ku ti kishe të parashikuar politikën e zhvillimit, politikën ekonomike e tjera. Këto sot nuk janë. Pushteti lokal, i cili është i decentralizuar, vendos njerëz në punë, në mendimin tim, që nuk raportojnë për shembull që në gusht që argjinatura në filan vend ka problem, nëse morët vesh disa orë më përpara, një argjinaturë në Seman ka shpërthyer dhe janë mbytur rreth pak shtëpi, rreth 20 shtëpi ose diçka e tillë. Këto gjëra duheshin raportuar me kohë. Dhe ka dhe pikë kritike ose të tjera, dhe tani me ndryshimet shumë të mëdha që janë bërë, sidomos ndryshimet që lidhen me klimën, Shqipëria duhet kishte një plan emergjence, sepse e tillë është situata. Madje t'ju them diçka, më shumë se sa situata ndërkombëtare ku ne gjithmonë jemi pasojë, tashi problem për Shqipërinë është situata si pasojë e ndryshimeve klimatike. Kuptohet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë mësuar me uragane dhe tjera, kanë studimet e tyre dhe janë të kujdesshëm, pa çka se çfarë thuhet, ose Rusia dhe tjerët. Por ne jemi një vend i tillë që deti po na merr tokë pafund. T'ju them një element, kohë më përpara ishin disa pjesë të familjes së mushkonjave që nuk e kalonin në mesin e Shqipërisë. Tani ato t'i gjen deri në Kukës. Wow. Që kjo do të thotë ke përhapje smundjesh që nuk i njeh e tjera. Ky është e problemi i madh që shteti tani joni ka zbrazur shumë nga institucionet e tij, ose individ të këtyre institucioneve nuk arrin të kuptojnë. Ky institucion ekziston më vonë? Ekziston, por Instituti hidrometeorologjik. Hidrometeorologjik, Ka qenë nën autoritetin e Akademisë Shkenca, por me shpërbërjen e Akademisë së Shkencave. Hidrometeorologjik ka qenë duket ke kinostudio lart. Jo, është qendra ishte ngjitur me shkollën Qemal Stafa, ndërsa aneksi tjetër ku ishte laboratori, ku ishte një stacion matës, ka qenë te klubi Partizani. Po kur u bën ato ndryshimet, kur u bën këto pallatet, ai është zhdukur tani. Ai ishte stacioni kryesor që maste temperaturat, të rreshtet e Tiranës, lagështirën, dhe ishte stacion automatik i marrë nga Slovenia, po them në fund të viteve të 80. Ky është aspekti përmbytjeve, aspekti ndryshimeve. Sa viti është katërru ky institut? Në fillim të viteve 90. Zoti Berisha, për shkak të një lloj konceptimi ndryshe që kishte për Akademinë e Shkencave, hoqi institucionet. Dhe mezi mbijetuan, por tashi jo me atë peshë që kishin. T'ju them një të dhënë, në Instituti Hidrometeorologjik kishte 5.000 stacione në gjithë Shqipërinë, që binte gati një stacion në çdo fshat, po që ishte me baza vullnetare dhe ai punonjësi që ishte aty ishte kooperativist, për shembull në një fshat të caktuar, pra i merrte një honorar të vogël. Dhe ishte edhe një gjë nderi që ai shërbente vendit vet, sepse tek ai kishin sy të gjithë, për shembull sa shi ka rënë. Ishte një kazan i vogël që e maste në mënyrë pa dyshim kjo që thoni ju është shumë e rëndë, edhe është, se ne nuk kemi shkatërruar vetëm Institutin Hidrometeorologjik, po kemi shkatërruar shumë institucione. Dhe pra ne jemi këtë gjendje se shteti nuk mahet me osamir me qenë shqiptare dhe me dy gishta nëlt, po mahet me institucione, dhe kjo mungesë institucionesh na ka pru sot këtë gjendje. Dhe ato institucione që kemi i përdorim për militant partia dhe jo për njerëz profesioniste me vlera. Pra kjo e tregon vetë gjendja ku jemi. T'ju them, nëse më falni se ju mapët një shtek dhe për mua është pak pjesë e nostalgjisë. Në instituti ishte grupi studiusve të parë, të dytë dhe të tretë që kishin mbaruar në vendet e lindjes, dhe një pjesë e madhe filluan që të studionin tash ose të specializoheshin në Francë dhe në Zvicër, po sidomos në Francë, po them në vitet 80. Në Francë është një nga stacionet meteorologjike më të fuqishme të botës që bën parashikimin në Toulouse, dhe bashkë me Bracknell në Angli janë dy stacionet kryesore meteorologjike, të cilat parashikojnë kohën nga ndjevjen të gjithë hartat progresive për erën, për shiun në botë, dhe për atyre orientohet Europa. Megjithatë, unë kam dëshirë që ti them pak të gjënat, pak në si shofun, se
Ne shqiptarët kemi gjën më të thjesht për drejtu gisht. Por ama nuk i bëjmë pyetje vetes. Jo se shteti nuk ka përgjegjësi, shteti ka përgjegjësi. Por çka ndodh? Po të lexosh këto që tallen me kodin e lek Dukagjinit. Aty përcaktohet se si ndërtohet nar, domethënë nuk ndërtohet kurrë në mes Tarës, nuk ndërtohet në Kënet, nuk ndërtohet ka disa. Ne sot kemi shkatëruar strukturën e tokës, duke shkatëruar kanalizimet, kanalet kulluese. Ne kemi ndërtuar në Kënet ato që kanë shkuar në Durrës, domethënë një njeri me men kokë, lënë shtetin, s'ka shtet fare. A shkon ndërton në Kënet? A shkon ndërton ti mbi hidrovor? Domethënë ne si shoqëri jemi pa përgjegjshëm, prandaj kemi edhe shtet pa përgjegjshëm. Megjithatë këto ndërtuan, se këtu ka ndodh 4 ure, gjithë kemi bo bashkë 4 urën. Po fuzë veten megjithëse s'kam qenë këtu fare, të 35 vjet. Tashti, shteti sigurisht duhet ta ndalonte këtë që në momentin e parë, kur njerëzit ndërtuan mbi hidrovare, morën toka, ndërtuan mes Tarave, ndërtuan në Kënet, ndërtuan kanal, ndërtuan, ku të mundën. Tashti, shteti në të kundërtën mori, i legalizoi dhe tash duhet të jetë përgjegjës. Mi po je përgjegjës sa dush, do të ndodhen këto gjëra se ke prish gjithë sistemin. Ke prish gjithë sistemin. Ke prish strukturën e tokës, ke prish sistemin e kanalizimeve, ke prish sistemin e kullimeve, ku të diun. Në anën tjetër, unë shkova e pash, vetëm për Durrësin janë dhënë $2 bilion për 2 miliard që thënë. Po, 2 miliard. Dollar për 35 vjet për kanale kulluese dhe për ujë të pishëm. Durrësi sot përmytet me 10 cm shisht dhe nuk ka ujë të pishëm një herë 2 ditë. Pra, kush do të marrë përgjegjësinë këtë vend dhe kur do të arrijmë ta themi dhe kemi një media pastaj që është një media që është në funksion të një regjimi atë një regjimi tjetër me trafik influencash për të përfituar, dhe i di më mirë se unë ti mediatarët e mëdhej që dalin not për not në për tallavat e darkës, dhe na bëjnë dhe politikë dhe duhet na mushin mendja dhe këto e ndrojnë si mas situatës dhe asnjëherë nuk kanë qenë që media duhet të jetë përgjegjëse, po shteti ka të përgjegjshëm për të konstatuar dhe për të prunë vëmendje ku janë shqetësimet e publikut për këtë media. Kurse media është pjesë e krimit të qeverisës. Në qoftë se do nisë nga media, goditjen më të madhe zoti Demalia ka qenë në momentin kur media ka braktisur terrenin. Po të shikoni sot me kujdes, ne kemi njerëz që komentojnë, po nuk kemi njerëz të cilët raportojnë. Dhe për shembull, reportazhet që kam parë, ka disa reportazhe që janë shumë të bukura për sa i përket imazhit, sepse tani është efekti dronit, janë efekti kamerave dhe të tjera. Ti nuk e di se si jeton një shqiptar i thjesht. Kuptohet që nga pjesa turistike Shqipëria është shumë e bukur ta shikosh nga sipër, por se si jeton një shqiptar, edhe atë kemi prish, pamje nga sipër e kemi prish. Ne kemi bërë tokë. Si jetojnë komunitetet, si kanë manovruar tani me tokat, si mbjetojnë kësaj situate, ti nuk e përgjigje, për shkak sepse media është përmbledhur në qendër, sidomos në Tiranë, kam pak në për lokalitetet dhe njoftimet e vetme që jepen, janë vetëm njoftimet e këqija, që do të thotë u bë kjo vrasje, ndodhi kjo përmbytje dhe kaq. Ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për shkak të di që si jeton Benandoni dhe zoti Demalia në një vend, ne jemi të dy fshatarë, në një vend Shqipëri, si jetojmë, si mbjetojmë, pse mi ka zgjuar që kemi mbjetuar, ose pse vazhdojmë me bllokime dhe të tjera. Këto tek ne nuk jepen. Duket që kontrolli i territorit dhe nga ana e pushtetit gjithmonë më shumë është bjerrur. Është bjerrur e para nga një reformë territoriale jo e mirë. Për arsye në vetme që ju e dini, reforma territoriale tek ne është bërë gjithmonë duke pasur parasysh hartën zgjedhore në kokë. Dhe zoti Rama është jashtëzakonisht i mençëm për sa i përket përshtatjes interesave të tij dhe mundohet që dhe reformën territoriale
ta vendosin në këtë logjik, por po ta shikoni me kujdes, Zoti Rama ka humbur kontrollin e territorit, sepse vërtet ka siguruar pushtet pafund, por ka lënë pafund territorin që tjetë jashtë vëmendjes kryesore të qeverisë së tij dhe tashmë Zoti Rama po vuan pasojat e vendimeve, akteve të tij dhe sidomos një lloj egocentrizmit të tepruar. Një individ, cili do qoftë, nuk mund të ketë kulturën, dijenin dhe dashurinë për një lokalitet caktuar se sa mund ta ketë njeriu që drejton atje. Një njeri që mund drejtonte Korçën që ka qenë dikur hambari i Shqipërisë, ose Myzeqen që ka qenë absolutisht hambari i Shqipërisë, e një situatën bujësore shumë e mirë se qendra. Qendra në këtë sens është thjesht mënyrën se si shpërndan fondet, mënyrën se si do ndihmoj me pushtetin lokal dhe me pushtetin e përgjithshëm për ngritjen e rezervuarëve të ri, sepse shumë rezervuar të ri, vërtet duhet i bëj pushteti lokal, po duhet ndihmoj pushteti i përgjithshëm. Me prune Korçën, den, para 2 ditë që mora vesh, Korça ka shkatruar prodhimin e panxarit, nuk prodhon më sheqer. Kur ne eksportonim sheqer. Dhe kemi pas një panxar shumë kualitativ. Dhe mbi të gjitha, zoti Demaliej po kthehet prap një nga plagët më të mëdha të asaj zone, këneta e Maliqit. Këneta e Maliqit. Po. Dhe që është bërë një përpjekje dhe shumë njerëz kanë lënë kanë lënë jetën burgospit politik në kënetë e Maliqit, sa kanë një mrena në kënetë. Tashti, jam dakord me se pushtetet kontrollohen, pa kemi ne vetë një papërgjegjshmëri si popull. Patjetër. A kemi vetë ne në ADN-n tonë, duket ne kemi një papërgjegjshmëri dhe ne duket vetëm me diktatura mund të funksionim. Patjetër. Është tragjike ta thush, po kjo është e vërteta, sepse ne me lirin shkatërruam gjithçka. Zoti Demaliej do sjell prap një rast tjetër për këtë që vjen nga antropologët kryesor të botës. Studimet nuk i bëjnë në Amerikë, as në Francë, as në Danimark, madje as në Rusi, por i bëjnë në fiset të humbura. Po. A di pse? Ju e dini, sepse tek fiset e humbura ata shikojnë realisht se si mbjeton një komunitet përballë sfidave tjetës, sfidës natyrore, sfidës ushqimore dhe sfidës sociale. Dhe po t'i shikoni me kujdes, mënyrën se si ata menaxhojnë të zgjedhin njeriu që kryeson fisin, është e paimagjinueshme dhe për vendet e zhvilluara. Ne po flisim pak më parë dhe u thatë me drejtë që demokracia është vetëm një fill që ndan autokracinë me pjesën morale të drejtimit mirë të shoqërisë. Por atje normalisht në fiset e humbura dhe çdo komunitet kështu duhet ta paraqisë veten në këto momente, ti duhet të vizitosh, duhet të ndihmosh dhe jo vetëm për qeverinë e përgjithshme, po për çdo institucion, individin i cili di të mbarti detyrë, di që institucionin e tij ta përballi me sfida dhe ta çojë përpara. Në momentin që ai se bën, ti duhet zgjedhësh njëri tjetër sepse është për ty, për mirëqenien tënde. Me çfarë duket, neve jemi si popull që më vjen keq ta them këtë që na pëlqen shumë status quo-t e gjata. Dhe nuk reagojmë gjatë përballë situatave, përballë mbijetesës së mvoshme, për shembull, ju thash pak më parë këto sfidat e ndryshimeve klimatike, po kanë ndryshime sociale shumë mëdha në Shqipëri. Ju e dini tani që për shkak sepse ka ndryshuar struktura moshore tek ne, një pjesë e familjeve që kanë njerëzit e moshës tretë në Shqipëri mezi marrin vesh se çfarë ndodh me ta. Kur vdesin për shembull ata, kush do kujdeset për ta? Shteti jonë nuk i ka fuqitë dhe shërbimet sociale ta bëjë këtë. Dhe dalim tek ajo që ju ngritet me drejtë si çështje për këtë emision. Në këtë kaos, çfarë duhet bëjmë? Unë mendoj që hapi i parë është që ne duhet të kthehemi drejt normalitetit. Dhe duhet të ishte fillimisht sistemi i drejtësisë me mbështetjen që ka në këto momente dhe një lloj besueshmërie të madhe që të ishte më efikas, të ishte më i shpejt dhe të ishte pak më i ndershëm. Mos të friksonte kot
pa respektuar disa kanone, sepse ata po friksojnë dhe kuptohet, kanë bërë shembull zotin Veliaj, kanë bërë shembull zotin Meta, por ndërkohë akoma ti këta personazhe kaq të mëdhej me dosje sipas tyre kaq të kopësitura ti nuk e ke nxjerr përpara drejtësisë. Mos ke akuz. Nuk e akuz. Velia nuk ka akuz. Këtë po ju them. Dhe ne të dy qytetarë që nuk e kemi këtë lloj mbrojtje, sepse për hir të vërtetës zoti Velia ka qenë nga njerëzit më të fuqishëm të Shqipërisë. Kur me atë ndodh kjo, çfarë mund të ndodhi me ne të dy? Çfarë mund ndodhi me njerëz tjerë që se kanë dot edhe mundësinë se ne dy e kemi ndoshta një lloj lidhje që mund të telefonojmë dhe të na përgjigjen. Po jo të na marrin punë. Jo të na marrin. Për të marrë punë harroje. Po. Por një njeri i thjesht, prandaj thash pak më parë, bëri çudin në Shqipëri rasti një zonje i cila kishte lënë 3 fëmijë, po që përdor shumë keq dhe pastaj kur dëgjoi dhe justifikimin e saj thoshte, më duhet mbijetoj, më duhet bëj 2 punë. Dhe kam bërë këtë zgjedhje që fëmijët të paktën ta përballojnë vetë jetën sepse nuk ka mundësi. Dhe ti ke shërbime në terren, shërbime sociale që nuk funksionojnë. Ti ke shërbimet e inspektorëve pa fund. Për shembull nuk e di në këtë rast çfarë bën shërbimi jonë informativ, po kaloj në aspekt tjetër me këtë mas droge që është kene, me këta maskarej që shpërdorojnë pa fund. Dhe më nxjerr në kokë ai relacioni huaj që tani nuk më kujtohet burimi, që thoshte në Shqipëri janë shpërdoruar 20 miliard euro, dollar, këtë nuk jam në gjendje ta them, sepse më kujtohet në këtë moment. Por të vjedhësh në vendin tonë, në vendin më të varfër të Europës. Janë shpërdoruar parë nga 20 miliard. Po atë që thashun 2 miliard janë parë nga Belgji, nga Europa, nga gjitha profesionet janë edhe 10 miliard dollar. Për 35 vjet po i bim një lapsi thjesht ku janë? Ku janë lekët? Po, ku janë parat? Janë prapë të dukshme zoti Demaliej. Mjafton të dalësh nga ky mjedis i nderuar që keni ju dhe të shikoni vajzat të reja që s'kan bërë një ditë punë që lëvizin me Range Rover. Me Range Rover, po. Ju shikoni një pjesë të ashtë-quajturës elit në Tiranë, ose kështu që rinë më shumë jashtë se sa në vend që udhtojnë pa fund. Ndërkohë që ka shumë njerëz në Shqipëri ku unë përfshi dhe veten që ti nuk e mundësi të bësh një pushim mujor, një 2 ditë ose 3 ditë në qytetin e Vlorës. Më kuptoni tani që jemi në një situatë që janë shumë aspekte të dukshme. Ndava 20 miliard ndava për 1000 zyrtar të lartë që mund të ketë pas gjatë këtyre 35 vjetëve, i bi nga 20 milion për 1000 vetë. Po e ndajmi që i pjesën e Luanit që i kanë këto që kanë qenë kapot e pushtetit, që kanë nuk është rasti që thonë kanë nga gjysmë miliardi dollarë. Po, dhe ti shikon të offshore-ët, ti shikon për shembull në mënyrën se si bëhen investimet tek ne, e diçka nëse keni parë me gjuhën e popullit, nëse lëviz në vende të ndryshme, ata të thonë për shembull në Imar që ky është hoteli filanit, ky është hoteli filanit, ky është hoteli filanit, ose në Dhërmi, kjo është zona e këtu, ky është hoteli filanit, ky kështu. Dhe ti për shembull ky shtet nuk arrin dot që të marrë dhe taksat normale. Ore, unë tash kalova në për ranën e Hedhën. Po. Dikur ka qenë para 20 vjetësh ka qenë bosh fare. Një bosh fare dhe kishin fillu masakrimin. S'quhet më rana e Hedhur tash. Po, kishin fillu dhe po e them publike, i çova mesazh kryeministit, lutem ndaloni masakrimin e ranës Hedhut, mos ta e bëni si palasa. Se akoma ka kohë që të ndalohet. Kishin fillu bën me dinamit shkomin. E di, besoj. Një çishte një firmë Dukagjina, çishte një që po ndërtonte një në vëmendjen tuaj duhet të them, ajo është dhe zonë ushtarake. Është dhe zonë ushtarake. Është dhe zonë ushtarake dhe diçka shteti jonë kishte menduar që Shëngjinin ta bënte port që të kishte aksesin kryesor ta kishte Kosova të ndihmonte. Jo vetëm kjo s'po ndodh, jo vetëm po preket pjesa ushtarake. Jo vetëm aty për shkak të them dhe një element tjetër, këto depozitat e mëdha janë jashtë kontrollit. Sepse në çdo moment mund të ndodhi
atje ndodh gjithmonë zjarr në Shëngjin dhe Mezi e lokalizojnë, por kjo barbaria për të ndërtuar pafund. Është barbari, më. Ore, unë nuk jam kundër mos zhvillimit, me e lënë po ta ndërtosh bukur, më. Nuk majnë ato vene, ato ja kanë fut betonit, kanë fillu komplekset, ajo duhet, ajo rona hedhur, mund ndërtosh sa kabina dronit, sa jone, s'kan qenë që si që ka gjithë bota, më. Dhe po masakrojnë vendin. Edhe po të hysh të shofës me këtë, kjo natyrë ka që bukur që ne ka falë Zoti me këtë menjet mrapsht shqiptarëve, është e shef të vret synin nga avioni. Unë besoj, do t'ju bëj përshtypje edhe një element. Përveç keni të drejtë, kur vjen me avion në Shqipëri të shikon që masakër, çdo vend është ti tash i del shef Zvicrën, Italinë, janë tokat sistemuar, mos plas për Anglinë, për këto vende. Ekziston zona e verdhë. Vija e verdhë ku ti jo më janë sistemuar, nuk e shtëpia këtu aty është sistemuar me këto janë blloqet e shtëpiave të fshatit, është gjithë ara, është besoj që kjo ka rrjedhur pak edhe, ne folëm pak më parë, po pjesa autokratike e Zotit Rama ka kaluar çdo nivel të mundur. Po ne vetëm autokrat kemi pas në demokraci. Po besoj sepse me çfarë duket janë disa popull si populli jonë që kanë shumë të vështirë të ndërtojnë kulturën demokratike. Kultura demokratike është që në bazifondin e saj ka lirin, që liria do të thotë njeriu që mendon që është i lirë, ai ka privacione, dhe janë privacionet morale, janë privacionet e ligjit, dhe janë privacionet pastaj demokratike. Do të thënë, liria jote nuk duhet të mbivendoset lirive të tjerëve, po këtë nuk e bën dot një individ shqiptar. Ta thash pak përpara si hish këtu, se të hynim në mision. A është ndaluar me ligj? Në parlament ka kalu ligji që ndalohet duhani në vendet publike. Ke frikë të hysh në lokale se del me era duhan. Kjo që thuti nuk ka respekt për hapësirën e tjetër, për lirinë e tjetër. Edhe po ti thush i fjalë, është edhe pjesa e mekanizmave. Tani, përveç atyre që po theme për Zotin Rama, përveç kritikave që bëjmë vazhdimisht për opozitën, është dhe individi shqiptar që duhet arrit kuptoj diçka, që atje ku ndalohet duhani, ti nuk duhet ta pish duhanin. E para sepse nëse ti mendon nuk dëmtohesh, po dëmton të tjerët. Dëmton të tjerët. Me çfarë kuptoj kjo lloj përgjegjësie tek ne mungon. Më vjen keq ta them, Zoti Demalia, ne jemi më pak të lirë se sa në komunizëm. Pas kemi qenë më të lirë në komunizëm se sa në demokraci. Wow. Për shkak sepse në regjimin komunist ne kuptonim privacione, ne kuptonim që kishim diferenca, por të paktën kishim lirim për të jetuar sipas disa parimeve. Me kohë parimet dolën që ishin të mira, por liria ishte të paktën brenda këtyre. Dhe me çka kam parë ka pas njerëz me shumë më tepër dinjitet në atë kohë se sa në këtë kohë. Kurse tani kemi një hapësirë shumë. Kemi hapësirë shumë të pafundme. Jo, ke një të drejtë, për shembull, ke pas ajo që ngritët ju në fillim për institutin hidrometeorologjik. Ke pas specialista, ke pas njerëz pavarësisht sistemit politik, po kishin dinjitar në profesionin e tyre, në atë çka kontribuonin në jetën e vendit. Ke pas inxhinierat të hidrocentraleve, ke pas inxhiniera ndërtimi, ke pas njerëz që ka bërë përshtypje diçka prapë nis nga ky rast, dhe këtu do të fus konceptin e lirisë. Drejtori i Institutit Hidrometeorologjik ishte ka vdekur prej shumë vitesh. Ka qenë një personalitet i studimeve hidrologjike, por ishte shumë komunist. Ishte komunist me bindje dhe komunist në veprim. Por jo duke ngushtuar peshën e lirisë të tjerëve, po kishte vendosur kanone të tilla në institut që nëse Beni dhe Iliri donin të kalonin gradacionet shkencore, i të thoshte, ndal Ben, ty nuk të takon. Ilirit i takon, ka bërë këtë dhe këtë. Jo si sot. Jo si sot. Dhe ky personazh ishte zgjedhur
kryetari i Komisionit të Përbashkët Shqiptar Jugoslav për menaxhimin e drinit, sepse ne kemi pasur sado që shkonim keq, vendet kanë marrëdhënie normale. Dhe ky është autoritet që respektohesh dhe në një vend që kishte zhvillime hidrologjike shumë të mira si në Jugosllavi dhe kishin lënë kryetar. Ai vendoste pikat mbi dhe raportonte edhe në shtet që kujdes, nuk duhet bëjmë këtë, sepse nëse do bëjmë këtë, do prishim punë në Maqedoni dhe në Kosovë. O vend, kemi prish, jemi komplet të njeriu është njësoj sikur të marrësh, të shkatërrosh një gjë që të kënaq syrin. Unë kur kaloj, shpesh që shkoj për në Kosovë, që kaloj në ura zogut mërë, e ke pasi ka ra këmbët mërë, vetëm se kanë ngryh zhavorin, kanë ngryh zhavorin për me morë me ndërtu qelpsirat që kanë ndërtu këto maskare. Një nga urat më të bukra në Ballkan ka qenë. Ngelet akoma është u shumë. Ngelet ashtu po të vjen keq me domon ne jemi racë xhahilash. Ne jemi racë xhahilash. Edhe me të drejtë Konica ka shkruajt në vitet 20 që shkruan për Tiranë që Tirana është një vend me kodrina ciruzare, që e përshkruaj bukur, por thotë këtu fatkeqësisht jeton një popull që urren bukurën. Edhe është shumë e saktë, ka pas shumë të drejtë. Ne jemi një popull që urren bukurën, nuk kemi përgjegjësinë komunitare, përgjegjësinë e natyrës, përgjegjësinë shifës si e trajtojmë ambientin. Tirana është bërë një qilp si në lëng nga plerat. Ku do të plerat hudhen, isha në Malzi dhe shajmë në Malazezët, shajmë në Serbët. Po vetën tonë kemi, pa në pasqyrë në herë, kush kemi? Kjo është fatkeqësia që nuk është. E shajmë në Grekët, e shajmë në Maqedonësit. Ku do ndjehet shteti më i fortë, ku do rregullat komunitare janë shumë më të respektueshme atje. Vetëm do të them diçka që më bën përshtypje. Disa serb kur vinë në Tiranë, pëlqejnë shumë tani pjesën e gjelbërimit tek ne. Dhe kur unë i them, sepse kam jetuar në Beograd, i them që ju keni hapësira të gjelbra shumë më tepër se ne nuk na besojnë. Dhe kur i them që në kohën e komunizmit, Shqipëria ka pas në kryeqytet 10 metra katror për banor, nuk arrin ta besojnë. E dini sa kemi tash, zoti Demali? Më pak se 3 metra katror për frym. Gjelbërim. Dhe nga ana urbanistike, Tiranës janë prishur korridoret ajrore. Do të thënë kishte korridoret përcaktuar nga rrugët që në planet rregulluese që kanë bërë fillimisht austriakët, pastaj italianët, që qyteti të diversifikonte erën brenda. Bravo. Dhe kishte tash janë bllokuara. Tash janë të bllokuara. Por më sollët Konicën më duket se do e mbyllim me Konicën. Konica ju e dini, thoshte, Shqipërinë e lindi Zoti. Shqipërinë e ruan rasia, Shqipërinë e vrasin politikanët. Edhe aty jemi, afër vrasjes jemi. Ben, kalojmë çik për te Shqipërisë. Megjithëse një të fundit ben shpejt për këtë pjesë. A mendon se Spaku, BKH-ja, më tepër është unë do ta quaj makinë monstruoze që i shërben një ngritje aksioni për të vendosur drejtësi, se sa një frym për të vendosur drejtësi. Dhe në këtë aspekt mendon se ka marrë një forcë për Binçi që më shumë po trem se sa për krijon një themel dhe një terren për të vendosur sinqerisht për të vendosur shtetin e drejtës në Shqipëri. Keni shumë drejt në këtë konstatim dhe në dilemën që vendosne. Drejtësia ka marrë shumë kredite për sa i përket përballjes me korrupsionin e lartë, por akoma rezultatet e përballjes dhe sidomos e shqetësimit që u ngritet me të drejtë, kthimi parave, sepse gjithë ato para duhet kthehen tek publiku. Atëherë realisht ky institucion do nxjerrë vlerat e vërteta. Deri tani është në pjesën e dukshme, në pjesën që ata mund të arrijnë të godasin. Po në mendimin tim, për sa kohë që politikanët futen duke qeshur në SPAK dhe dalin sërish duke qeshur dhe
zoti Berisha shkon dhe një hap më tepër bashkë me zotin Meta që e shajnë me regjistër shtëpie. Mo ba organizat kriminali, Po, atëherë unë mendoj që Spaku akoma lë shumë për të dëshiruar bashkë me BKH-n, që nga ana tjetër po bën një punë shumë të mirë sepse mos harrojmë diçka zoti Demalie. Policia tek ne ka nivele korrupsione shumë të mëdha dhe BKH-si duhet të veprojë në shumë momente e vetme. Dhe ata madje ju e dini zoti Dumani e trajtoi gjerësisht të problem në daljet publike që ka bërë sidomos në parlament. Spaku sot, GKK-ja, janë shumë larg perceptimit real të intelektualëve të Shqipërisë, kurse për publikun e gjerë që duan zhurmë, që duan tallavat, janë në nivelin e lartë. Por intelektualët duan që një pjesë aseteve ekonomike, financiare, morale duhet i kthehen publikut shqiptar. Deri në këtë moment ata për hir të vërtetës nuk e kanë bërë. Kur them morale është që akuza ndaj zotit Meta, kur ai të përballet me drejtësinë, ta vendosi me shpatulla mbas muri. Kur ta marri zotin Beqaj, ta vendosi me shpatulla mbas muri. Faktikisht është. Kur të ngrej akuzën ndaj zotit Ameta, i cili po flet vazhdimisht nga Zvicra, duhet ta përplasi me shpatulla mbas muri, sepse ai çuditërisht nga perceptimi si njëri tehet i korruptuar, populli tash. Po ne është si viktime. Po e shikojnë si personalitet dhe si luftëtar. Opozita që kërkoi të arrestimin e tij tash na e mban si hero. Po. Del ke kanali Zenit. Ky është gënjimi shumë i madh dhe por pas e folëm për moralin. Po, dhe çështja që është më shqetësuese zoti Demalia është ajo që dosjet për njerëzit e thjeshtë po rriten gjithmonë më tepër. Në qoftë se ato nuk zvoglohen, drejtësia ndaj këtyre personaliteteve nuk ka. Këtë kishte ngritur si probleme të Europës. Po, besoj, po. Sepse duhet më që ti po të dom 10 vet, po janë mira dosi që presin rrallë drejtësi. Ndërkohë që t'ju them diçka, një pjesë e zyrtarëve të lartë i mbyllin gjyqet e tyre shumë shpejt. Po. Kurse njerëzit kanë vdekur në Shqipëri pa e ditur sensin e të drejtës. Ta kam thënë dhe i herë bën njerëzit që rrin me letra në dorë për pronat akoma, kurse pronat publike e private i kanë zhvat gjithë ato që kanë qenë politikë që nga 92-shi. Prandaj është dhe kjo gjendje patetike sot që njerëzit nuk kanë një lloj indiferencë sepse s'kan kujt i besojnë. E pa dje besoj protestën e Berishës, 50 vet. 50 vet kishte. Qartë. Bën kalojmë. Qartë. Tashmë në botë mas arrestimit Maduros ka lëvizje të mëdha, në Iran protestat janë pafund, në Perëndim, në Amerikë gjithashtu ndryshe nga shumë herë më parë ku ishte lindja ku pritej protestat e shkatërrimit, tashti edhe Perëndimi është në një turmjell të gjithë kësaj çka po ndodh në gjithë botën. Çfarë po ndodh në botë? Mos kemi një krizë sistemit dhe nuk po dim si dalim për të krijuar një sistem të ri vlerash? Nuk besoj më për sistem vlerash. Unë besoj që tashmë po revizohet sistemi i ri. Sistemi të themi postmodern, ku fuqitë e mëdha duket se kanë autoritetin për të bërë gjithçka. Zoti Trump po jep shenjën me lëvizjet e fundit që po bën për Groenlandën. Ka lëvizje shumë interesante në thonjza që po bën Rusia nga ana tjetër, këtë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po e bëjnë për Groenlandën, ta bëjnë për një pjesë të Norvegjisë. Dhe kjo do jetë prapë shumë fatale, sepse do jetë vendi i dytë perëndimor i cili preket dhe që në atë moment unë besoj që NATO e mbaron pjesën e saj, ciklin e saj dhe shënon pjesën e deklinacionit, rënies. Por kjo kohë na mësoi dhe diçka tjetër që duket që përgatitja e klaneve, sidomos ekonomike, financiare të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shkuar jashtëzakonisht sipër dhe kanë gjetur egon e pafret të zotit Trump, i cili me çfarë duket këtë doktrinë e famshme Monroe do ta ketë
me emrin e tij, sepse ju e dini në atë kohë fal kësaj doktrine presidentët e kohës ngelen dhe janë gdhëndur dhe në atë malin Rushford. Tashi duket që zoti Trump me zgjerimin e territorit të Shtetet e Amerikës dhe me lobimet që mund bëhen në Amerikë, besoj që edhe ai e do emrin aty, por këto po shkaktojnë shqetësime pafund. Ashtu siç na kanë nxjerr përballë nesh një Rusi që është gjithmonë më e dobët. Sado që Rusia po i bie në qafë vazhdon Ukrainës, madje sot natën kanë qelluar prap para 2 netësh ata kanë provuar, jo 2 netësh, para pak ditësh kanë provuar atë raketën shumë të famshme që ka dhe element bërthamor ndaj Ukrainës, por Rusia ka treguar që është e pazonja të përballë këtë lloj ekspansioni që kërkon një klasë e ngushtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pjesën e ekspansionit. Pse Irani, një vend potencial i cili ka ndihmuar me drona vazhdimisht Rusin, dhe ata Rusia në ditët e fundit është gjetur që i ka çuar armatim, si duket përballë protestave, nuk është se po i del dot zot Venezuelës që bëri atë operacionin spektakular që unë besoj ka më dyshe shumë të mëdha. Dyshoj që Maduro është dorëzuar vetë nga forcat e tyre dhe sakrifikuan ata njerëzit. Forcat ruse, biles edhe kubanisë. Dhe Rusia nuk ka më fuqi që të menaxhojë këtë rend. Dhe duket që Amerika do ta menaxhojë këtë rend të ri, duke sakrifikuar tjerë. Po. Dhe nga ana tjetër, Rusia po sakrifikohet pak nga pak dhe po rritet fuqia e jashtëzakonshme e Kinës, që unë besoj që nuk do të largë dita kur ta sulmoj Tajvani, që e deklaroi. Po. Se o kriju precedenti. Po. Po. Këto ligjet ndërkombëtare në këtë rast kanë rënë. Absolutisht. E drejta ndërkombëtare, suvereniteteve, nuk respektohen. Nuk diskutohet Maduro diktator, po sa diktator ka, pse nuk shkojnë kapi me diktatorin Kim Jong-un në Kore, po ti puna për diktator. Shkojnë ta morën Kim Jong-un si morën Maduron, dhe shpëtojnë një popull që po jeton sikur me qenë kampet e koncentrimit të gjermanëve. Kjo e bën komplet këtë kauzën amerikane për sa i përket ruajtjes së një rendi ndërkombëtar, e bën tashmë e ka xerruar. Jashtëzakonisht dhe është presa në Amerikë që unë e dini më mirë se unë që në zotin Trump Amerika do merresh shumë me pjesën e izolacionit të vet. Duket që Amerika është bërë jashtëzakonisht ekspansioniste me zotin Trump. Më vjen keq që nuk erdhi kështu, ai erdhi Amerika për Amerikën, do të shohim brenda Amerikën. Brenda Amerikën. Dhe ndërkohë në Amerikë ju dini më mirë se unë që në Minneapolis, në Portland, ka shumë probleme vetë nga autoriteti jashtëzakonshëm që po merr policia federale. Dhe që ka shkaktuar. Ja rrezoi gjykata kushtetuese ndërhyrjen. Qartë. Gjykata po them tash për problem, po. Dhe Supreme Court dhe këtu bën të dalë. Po patjetër. Thash për problemet më republikan. Po. Mi po kur vjen puna për interesat e Amerikës nuk bën partim. Me çfarë shikoj, në momentin që po flasim, zoti Trump ka mbështetjen më të vogël se sa të gjithë presidentët e kohës moderne. Domethënë në të gjitha vlerësimet që bëhen, ke kjo real politics, ke disa të tjera që botoheshin që nga US Today, New York Times e Merall. Shqetësimi është mbas disa muajsh kur të bëhen zgjedhjet në Kongres. Me çfarë besoj republikanët duhet t'i therasin mendjes dhe besoj që kanë filluar t'i therasin mendjes. E para që po shkatrojnë kauzën e republikanëve për të ardhmen nëpërmjet një individi të tillë. Dhe dyta çfarë më shqetësuese është që Amerika po i kanë dalë në Kongres kundër republikanëve vetë, se 260 nuk i bëshin të demokratë. I kanë dalë kundër. Ndërkohë që shqetësuese është që bota gjithmonë më tepër tash ka filluar një frym reale anti-amerikane në botë. Uroj që kjo mos të zbresë në vendet tona. 90 kur kam shkuar në Gjermani, në gjithë Europën, Bruxelles, Franci që speak English or die. Sot
është kthyer komplet. Është kthyer komplet. Megjithatë ka vende si Irani, të cilët nga një video që kishte penetruar, kishte dalë jashtë, sepse dinë ata kanë probleme shumë të mëdha tash edhe me internetin. Ata prapë besonin ke Trumpi, besonin ke Amerika, besonin ke ndryshimi që për shkak të kufizimeve që kanë, e kujtojnë që është vetëm Amerika. Ne na shqetëson problemi jonë. Sa zoti Trump do e vëri në funksionim, sidomos mbas midtermit, këtë pjesën e zhvendosjes së trupave nga Europa lindore për t'i dhënë pesh ose për t'i dhënë një lloj ekuilibri Rusisë, që në mendimin tim tashmë po vuan jashtëzakonisht të kanalizimin e ekonomisë vet në ekonomi lufte. E arriti shkatrimin e Rusisë. Mos po ndërtohet një skemë e re gjeopolitike tripolare Rusi, Kinë, Amerikë. Po nuk e besoj sepse Rusia pak nga pak po humbet jashtëzakonisht atë peshë që kishte, në qoftë se nuk arrin të bëj këtë që u thash me Norvegjin, që t'i ushtroj presion, po nuk besoj edhe Norvegjia do detyrohet pastaj ashtu si Danimarka të filloj bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'ia lëri si territor në administrim. Besoj që Rusia po pëson kolpën më të madhe njësoj si mbas viteve 90 dhe kriza ekonomike është krizë pastaj që fillon. Po, krizë ekonomike ka edhe në perëndim sot. Absolutisht, po është krizë tjetër në kriza ruse. Në Amerikë, po, inflacioni. Por këtu bashkohet me krizën e besimit. Sepse në Amerikë dihet që nëse arrihet një ekuilibër, nëse frenohet zoti Trump, nëse bëhet qartë që mos prit mandat të tretë, do shikohet një... Jo mandat të tretë, po ai paraqitet shqetësim dhe për zgjedhjet e midterm, sepse nëse do të marrin senatin demokratët, mund ta bënin impeachment dhe kalon senatin dhe hiku, mbaroi puna ti. Plus kanë filluar revoltat dhe atje, ti e shef ç'o bëhet, kanë dalë miliona njerëz që duke filluar nga Minneapolis, California, New York, Florida. Amerikanët kanë një gjë të besojnë, po kur krijohet fryma pastaj janë të papërmajshëm. Megjithatë bën një gjë është interesante që kjo ma tha dhe një analist amerikan. Si spjegohet kur në Amerikë ka gjithë këtë frymë kritike, po e them në mënyrë të butë, kundrejt Trumpit, si për Venezuelën, si për mënyrën se si po e trajtojnë kjo si çështjen e migrantëve, dhuna që po përdoret. Janë 260 kongresmen dalë kundra, ka një pjesë mirë të senatorëve, janë universitetet, janë miliona njerëz që ka dalë në rrugë. Dhe po të shofësh media shqiptare, janë gjithë një kaksakëri e individit. Janë po këto njerëz që i kanë pa kur ka qenë Bideni, që mbrojshin Bidenin. Janë po këto njerëz që kanë mbrojt ambasadorin Yuri Kim dhe pastaj sa hikën e thotë kjo. Domthonë këtu do t'i kthehem asaj që e kemi diskutuar dhe vazhdon dhe vlen të diskutohet akoma. Përse ne kemi këto elita që në vetën elita, për mu s'janë elita, përse kemi këtë kaksakëri, këtë qelpsjellik të kësaj shtrese intelektuale, edhe këtë zuta për me bëzisi t'jave emrin, që nuk kanë një vedije dhe nuk kanë një backbone për t'u ballafaqu dhe për të thonë kur është gabim. Po njësoj, rrof shoku Stalin, rrof shoku Mao Zedong, rrof shoku... Amerika nuk është Donald Trumpi. Amerika është gjë tjetër komplet. E disa Donald Trump do i hikin e do i vinë Amerikës, Amerika është aty. Amerika e ka vlerat, ke institucionet, ke demokracia, ke liria të cilat janë vonë pikpyetje. Me mënyrën si po sillet. Si po sillet. Do nis me një parabol të gjatë, po do jem shumë i shkurtër. Është shumë interesant Shqipëria në fund të viteve 20, në vitet 30 kryesisht dhe më pak në fillim të viteve 40 kur u pushtuam. Një pjesë e njerëzve të cilët kishin shkrirë gjithçka për pavarësinë e Shqipërisë, për identitetin e Shqipërisë, ishin plagosur, kishin pasur njerëz të vdekur,
Kishin artikuluar shumë mirë për Shqipërinë. Befas shkuan me njerë me fashistët. Ata kishin informacion shumë më të madh se sa një shqiptar i thjeshtë. Në atë kohë radio ka qenë luksi më i madh që mund të kishte. Dhe nuk kishte familje. Ndërsa një pjesë disa radhje. Po. Një pjesë e tyre për shembull, se s'ke pas energji elektrike, po, kishte radio. Ishin shkolluar në Austri. Po. Ishin shkolluar në Gjermani, ishin shkolluar në Itali, ishin shkolluar në Zvicër, ishin shkolluar në Rusi. Një pjesë e vogël fare. Dhe dinin se lexonin në disa gjuhë, kishin mundësi të dinin dhe të çekonin informacione. Një pjesë e tyre u bashkuan me fashistët. Tu kam në kokë për shembull një nga personalitetet më të mëdha të asaj kohe, Mustafa Merlikun, që është kryeministri i dytë profashist. Quisling. Ka qenë një patriot jashtëzakonisht i madh, me difrashëri. Realisht patriot. Domethënë në 39-ën t'ju jap një detaj, ai bashkë me disa djem Tiranës pushtuan në Radio Tiranën, dhe gjithë mbajnë në fjalim në gjuhët që dinin, që Shqipëria u pushtua, ne do rezistojmë me kështu. Me njerë aty u improvizua. Personalitetet të tillë vjen momenti dhe bashkohen me fashizmin. Lef Nosi ishte shumë mund i hapur, Patër Anton Arapi, një person i jashtëzakonshëm. Madje edhe kur erdhën komunistët ai ndeti se thanë ç'pun kanë me mua. Pse? Ju thot elita shqiptare, ka elitë shqiptare. E vetmja gjë jona është që ne nuk kemi mendim shqiptar. Po të kishim mendim shqiptar, e para do na bënte të qartë për shumë njerëz. Ne e dim, po duhet të jetë institucionale. Ne jemi vend i vogël dhe ne varemi shumë nga zhvillimet ndërkombëtare. Por ne duhet të ruajmë një lloj dinjiteti. Dhe ky dinjitet mund të ruhet duke qëndruar neutral dhe duke artikuluar më shumë në bazë të së drejtës, jo tamam drejtës ndërkombëtare, po të drejtës natyrore. Domethënë gjithë filozofia botërore është me të drejtën natyrore. Për shembull, në momentin kur gjithë bota nuk e pranon kryeqytetin e Izraelit që të jetë në Jeruzalem, ti nuk ke pse të shkosh shumë më përpara të thuash po në Jeruzalem, sepse nuk është se ngritë shumë Shtetet e Bashkuara të thuash ne jemi krajush. Nuk je në IPES, nuk je superfuqi, nuk je Kina, nuk je India, nuk je. Zoti Rama e bën shpesh. Si Elisa Skripali e para. Po. Zoti Berisha e bënte akoma më shumë sepse donte pjesën patetike. Enver Hoxha e tepronte me pjesën, po Enver Hoxha erdhi një moment që e morën pak si të çmendur dhe e lanë atë pjesën e kufizimit të vet. Në qoftë se neve në të ardhmen një grup i tillë me anti-shkollë mendimit, duke futur fillimisht në shkolla, duke futur në mënyrën se si funksionojnë institucionet, duke i bërë shqiptarët të vendosin këmbët në tokë, në mënyrën se si Shqipëria ekziston, që i thot, neve aleati jonë i vetëm është e drejta, jemi shumë mirënjohës dhe do jemi mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës për atë që kanë bërë, s'mund të jemi mirënjohës Mbretërisë Bashkuar, sepse kam dëgjuar shumë këtu, mua personalisht më pëlqen shumë Mbretëria, sepse kam dhe çerekun e shkollimit atje, por ata na kanë ndarë, neve quhemi Shqipëria londineze, në studime, ne quhemi Shqipëria londineze, sepse ata na e kanë pikturuar. Shtetet e Bashkuara na kanë dhënë pavarësinë, ata na kanë dhënë pavarësinë e Kosovës, dhe kanë shpëtuar coptimin e Shqipërisë. Dhe ne mund të jemi mirënjohës, po jo mirënjohës deri në një pjesë servilizmi të frikshëm, sepse kjo na ka shkatruar perceptimin. Unë kam që elita shqiptare gjithmonë e ka lidh jo me vlerat, po me individin. E keni parë diçka dhe kjo është pak në kufit e parabolas të kësaj. Dikur ziheshin kushtike më përpara në Kinë, tash i zihen kushtike më përpara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kupton? Për shembull, ke qef të dëgjosh një njerëz që të thotë ka mundër të jetojë në Francë ose në Suedi ose kështu, po vetëm Amerika. Një lloj lakeizmi, një lloj. Prandaj po them është ajo çështja e elitave që ne është një diskutim shumë i madh, se kjo ka qenë dhe gjatë regjimit komunist, që e kemi diskutuar. Ti nuk e pas nevojë të bëhesh hero, po ke pas mundësi të shmangesh. Mos bëhesh portavoce e regjimit. Zoti Mali, është një problem që sa do të krijohen elitat,
elitat në qoftë se nuk përçojnë në një territor ku është baza, ato gjithmonë do ngelin problematike dhe atyre duhet të bëjnë diagrama të tilla, sepse territori, njerëzit tek ne nuk e duan demokracinë. Më vjen keq ta them, nuk e duan të drejtën, nuk e duan pastërtinë, nuk e duan jetën normale. Jam 100% me ty, Ben, dhe mbyllim këtu, nuk jemi të përgatitur dhe nuk e kemi në ADN-n tonë demokracinë. Mbaroj. Ben, faleminderit.